Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndryshuar pak dinamikën. Do me thënë, sonte në qendër të vëmendjes dhe sot është më së shumti Krishti, do të sill të gjitha lajmet që kanë të bëjnë rreth Krishtit, por dua pak të ndaloj tek një dinamik që ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, që në fakt ndoshta unë jam i vetmi që shoh një lloj drite brenda kësaj dinamike. Do thoni çfarë po ndodh? Brikena dhe Mateo këto 2 ditët e fundit kanë qenë pak larg mes njëri tjetrit. Le të mos të themi kanë qenë pak të ftohtë me njëri tjetrin. Brikena e pyetën Mateon se çfarë ke. Mateo i thotë jam i mërzitur me gjithë shtëpinë dhe Brikena e lër në qetësim. Tani, natën e mbrëmshme gjatë orëve të vona të natës, konkretisht gjatë orës 2 apo 3 të natës, Brikena e merr Mateon tek pjesa e make-upit dhe bisedojnë të dy dhe e pyetën se çfarë ke. Mateo, si kishte mbetur hatri, që unë e di që Mateo mërzit pak që edhe Brikena hyri në pishin, ja plotsoi dëshirën si me thënë Rogertit, dhe Brikena i thot se çfarë ke. Mateo i thot erdhe më pyete dhe nuk e vazhdove më, kjo i bie që nuk të intereson. Brikena i thot në qoftë se mos më interesonte, unë nuk do të pyesja fare, por më the që jam i mërzitur dhe unë të lash në mërzitjen tënde derisa ta kalosh për ta parë momentin për t'u sqaruar. E pash që Brikena, duke ja njohur karakterin se çfarë karakteri ka dhe sa e vendosur është, dëshironte që të merr një lloj mesazhi nga ana e Mateos se si është ai dhe se si ndjehet në fakt ai. Dhe më pas çfarë ndodh? Ditën e sotme, dinamikat në shtëpi ishin shumë të mëdha. Pasi u sqaruan të dy, do me thënë Brikena e pash që nuk mund të rije mërzitur me Mateo, nuk mund të rije tensionuar, do me thënë nga koha që Brikena nuk dëshironte fare ta shikon Mateon, Brikena tani e ka Mateon pikë të dobët, do me thënë ka ndryshuar krejtësisht. Ditën e sotme, teksa ishin ulur në verandë, Rogerti e provokonte dhe i tha që Mateo si tha, a u mërzite ti që së bashku me Tanin, Brikena hyri në pishin dhe Mateo i tha Tanit, po të hynte gruaja jote si të ndjeshe ti. Aty banorët u ngritën në këmbë që ti nuk e ke grua, Mateo tha që po e kam grua dhe Brikena nuk reagoi fare. Brikena tha që unë e mbështes mendimin e Mateos. Tani, unë mendoj që në qoftë se ne mendojmë që ka patur një krisje, nuk ka patur krisje, ka patur mërzitje, xhelozie që Mateo nuk e shprehan, sepse ka një lloj kulture të dashuruarit, nuk është se është një dashuri e rrugëve që realisht të irriton, ka një lloj kulture në dashurie dhe unë mendoj që Brikena dhe Mateo tani kanë filluar që të lulëzojnë. Do me thënë, për mendimin tim, jemi afër finalizimit të ndjesisë së tyre. Që ka patur një ndarje, nuk ka patur ndarje, nuk ka patur idhërim, ka qenë Mateo ai i cili ka dashur që të reflekton nga mërzitja dinamikës që pati, por natën e mbrëmshme u sqarua gjithçka. Tani unë shoh një lloj ndryshimi drastik te Brikena realisht.